A ki të bëjt diçka me shoqërinë, me rendin e ri shoqëror në botë? Konkretisht Illuminati. Po, me rendin e ri shoqëror. Qëre, rendi i ri, nuk është rendi i ri kjo. Nuk është kjo rendi i ri, kjo është rendi, po thuj, klasik, është rendi i vjetër. Po, rendi i ri është një farë ri determinim i shoqërisë, ose ri ndarje e shoqërisë, dhe normalisht Illuminati. Ka njerëz... Konkretisht me Raqeldat, me Rockefeller. Ka njerëz të shumë të menqër. Ka njerëz sukses shumë atje. Ke pos në ofertë për tyme? Po, aty nuk... Ata faktikisht njerëz të menqëm i morën edhe i bojnë për vetë. Po, ata nuk nevojitet një farë oferte e madhe. Unë ftohem në eventet e tyre, por jo vetëm tyre, po kiti. Shumë eventet tjera botrore, ose klube, ose grupacione, cilat ndohen simbas ngritjes nivellit inteligencës, disa janë të ndohme simbas fuqis blerëse, simbas standardit, simbas religionit që ka ta dijone, dhe kë mishmash i kësaj radhitje të njerëzve në shoqëri, është shumë interesant. Dhe unë aty kom pa shumë njerëz të suksesshëm. Pse? Dhe të rish me njerëz suksesshëm është një privilegj. Asnjëherë mu nuk më ka ndamtu. Gjithmonë kom dalë maj fort, maj ditur. Po pse si ke futa se puna, prezident? Një marak fetori madhi. Po, ti nuk ka çka të futesh aty, ti ki mendimin tonë dhe ti vepron njetë. Unë njetën time kom vepru ashtu si që ka dirigju shpirti im. Dhe asë njëherë nuk kom vepru e dishka kondër ndishmerisë time. Ndishmeria, kalkulimet njetë mundën me dështu. Njeriu që kalkulon, dështon shumë herë. E ndishmeria dishmeria është gjithmonë besnike ndaj njeriut. Kështu që shumë gjona e unë i boj, shumë gjona e po thuj se të gjitha i boj si mbas ndishmerisë. Ti dhe i edhe fetori malë, po? Po, unë gjdo njeri normal ka kredon e vetë, ka besimin e vetë. Unë normalisht unë besoj. Unë besoj, unë kam besimin tem dhe unë besoj. Besimin tem, besoj, fuqeshëm besojnë te. Por arsye se jo që mosh imponu, jo prej ndoshta prej ndonjë sakrifice ose ndonjë disperacioni që filloj me besu, po unë besoj pse jom convinced, jom i bindur në te.